Ky është varianti B i testit të matematikës, të cilit janë nënshtruar afro 24.000 maturantët nga 45.032 nxënës në shkallë vendi. Në kohë reale me maturantët që po i nënshtroheshin këtij testi. Një kopje e tij e fotografuar ka qarkulluar edhe jashtë ambienteve të 212 qendrave të provimit në mbar vendin. Dalja e këtyre fotove me tezat e provimit në kohë reale bie ndesh me rregulloren e maturës shtetërore, e cila ndalon rreptësisht përdorimin dhe mbajtjen e telefonave celular gjatë kohës së provimit. Këtë kriter i cili penalizon nxënësit që e shkelin, Ministria e Arsimit ju ka kujtuar maturantëve dhe prindërve të tyre një ditë më parë. Mos lejoni fëmijët dhe nxënësit të marrin dhe të përdorin celular ditën e provimit pasi do pezullohen konform rregullores. Por për disa kjo nuk ka funksionuar. Futja e celularëve dhe nxjerrja jashtë e tezës së provimit ka prishur barazinë e konkurimit mes nxënësve dhe përpasoi gjithë procesin e testimit për lëndën e matematikës. Nuk dihet nëse kjo tezë ka dalë nga nxënësit në kohë reale pas fotografimit të tezës apo nga hartuesit përpara fillimit të provimit. Kjo i mbetet autoriteteve përkatëse t'i vënë etiketën dhe të marrin masat përkatëse. Në vitin 2005, kur në testimet që kryeshin në Pallatin e Kongresave për shkollën e lartë, u përsëriti e njëjta situatë dhe provimi u anullua.